Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të jeni me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Petro Koçi, kreu i PSV 91 të diftuar përballë gazetares Klea Dervishi në intervistën e mbrëmjes. Do të fillojmë me materialin e parë me arsimin. Ministri i Arsimit Lindita Nikolla përmes një letre ka kërkuar që deri në datën 25 tetor të gjitha shkollave të arsimit parauniversitar të kthehen në ambientet, duke mos lejuar në këtë mënyrë asnjë lokal apo subjekt tjetër privat në to. Brenda datës 25 tetor të ndërpritet çdo marrëdhënie ekonomike në territorin e shkollave në të gjithë vendin. Kjo ka qenë kërkesa e ministres së Arsimit Lindita Nikolla, drejtuar të gjithë drejtuesve të shkollave parauniversitare të vendit. Përmes një letre të hapur, ajo u kërkon të gjithë drejtuesve të institucioneve të arsimit parauniversitar të vendit që të kthejnë urgjentisht shkollave çdo mjedisi brenda godinës apo territorit të saj dhënë palëve të treta për aktivitet tregtar. Ti kthejmë urgjentisht shkollës çdo mjedis brenda godinës apo territorit të saj dhënë palëve të treta për aktivitet tregtar. Të bëjmë të mundur të gjithë bashkë që deri në datën 25 tetor 2013 të gjitha njështësit arsimore vendore të ndërpresin çdo marrëdhënie ekonomike mbi territorin e tyre, si dhe të ndalojnë dhënie me qira ose në përdorim të mjediseve që ndodhen në institucionet publike të arsimit parauniversitar. Gjithashtu në letër Nikolla shton: Kam bindjen e thellë se ky hap i parë përkon edhe me kërkesat dhe pritshmëritë e çdo mësuesi dhe prindi, të shqetësuar më të drejtë për problematikën që ka krijuar lulëzimi i aktiviteteve ekonomike nëpër shkolla, si dhe jam besim plot që së bashku do ta çlirojmë shkollën nga çfarë pengon të jetë sot në lartësinë e emrit që mban si institucion i dijes. Nikolla në letrën e saj vlerësoi rolin e mësuesve të gjithë vendit për kontributin e dhënë në edukimin e fëmijëve. Një 25 vjeçare shqiptare është vënë pranga nga policia e Kakavijës pasi dyshohet se është arkitekte e trafikut ndërkombëtar të drogës. Bashkë me të janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë me po të njëjtën akuzë. Një vajzë 25 vjeçare dyshuar si koka e një grupi kriminal që trafikonte lëndë narkotike është vënë pasdite në pranga nga policia greke. Emri i saj prej disa kohësh ishte në top listën e personave të kërkuar ndërkombëtar, pasi dyshohej nga policia se dirigjonte një grup të strukturuar kriminal të specializuar në trafikun e drogës. Ende është i paqartë se cili është roli plot i 25 vjeçares shqiptare në vorbullën e trafikut të lëndëve narkotike, por policia greke pohon se vajza në fjalë, identiteti së cilës nuk është bërë ende publik për arsye hetimi, ishte një person i shumë kërkuar nga policia në rang ndërkombëtar. Vajza, e cila akuzohet për trafikimin e 262 kg marijuan, ka rënë në prangat e policisë së bashku me 3 persona të tjerë në kufirin shqiptaro-grek në vendin e quajtur Metamorfosi. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama, morën pjesë në pritjen e organizuar nga presidenti Obama dhe zonja e tij për krerët e delegacioneve që marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, siç bën të ditur zyra e shtypit e kryeministrisë. Gjatë takimit, kryeministri Rama e falenderoi presidentin Obama për mbështetjen e vazhdueshme që ai vetë dhe qeveria e Shteteve të Bashkuara kanë dhënë ndaj Shqipërisë. Kryeministri Rama e siguroi presidentin amerikan se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në të ardhmen. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka zhvilluar një takim me kreun e shërbimit informativ, ku në përfundim të tij u vlerësua bashkëpunimi institucional për luftën kundër krimit të organizuar. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri kërkon thellimin e bashkëpunimit institucional mes institucioneve qendrore për zbulimin, parandalimin dhe ndëshkimin e krimit organizuar. Për këtë qëllim, ministri Tahiri zhvilloi sot në mesditë një takim rreth 1 orë me kryeprokurorin Adriatik Llalla dhe kreun e shërbimit informativ shtetëror Visho Ayazi Lika. Mësohet se në fokus të bisedimeve mes Tahirit, kryeprokurorit Llalla dhe kreu të SHiSH ka qenë forcimi i bashkëpunimit institucional në luftën kundër krimit organizuar. Në një prononcim të shkurtër për mediat në përfundim të takimit, ministri Tahiri u shpreh se nuk kemi shumë për të thënë, kemi shumë për të bërë. Fjala kyçe është bashkëpunimi institucional kundër krimit të organizuar. Takimet mes krerëve të institucioneve më të larta kundër krimit këto ditët e fundit kanë qenë intensive në një përpjekje për të ulur shkallën e kriminalitetit në vend dhe rritjen e fuqisë zbuluese dhe ndëshkuese ndaj krimit organizuar.
Partitë parlamentare po bëhen gati për një përballje të fortë në kuvend dhe në komisione. Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë zgjedhur deputetët e tyre më të vjetër për betejë në legjislativ. Menjëherë pas mbledhjes së grupeve parlamentare të tre forcave politike në vend, përkatësisht Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, të tre grupet parlamentare të këtyre forcave politike kanë dorëzuar tashmë në parlament edhe shkresat përkatëse sa i takon përbërjes së komisioneve parlamentare. Janë gjithsej 8 komisione parlamentare dhe vijojnë si më poshtë: Komisioni për çështjet ligjore, Komisioni për politikën e jashtme, Komisioni për Integrimin, Komisioni për veprimtarim prodhuese, Komisioni për sigurinë kombëtare, Komisioni për Edukimin dhe Median, Komisioni për Ekonominë dhe Financat, Komisioni për Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. 4 komisione parlamentare kryesohen dhe drejtohen nga Partia Socialiste, 3 komisione parlamentare drejtohen nga Partia Demokratike dhe 1 komision parlamentar drejtohet nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Por detajet në vijimsi na i sjell kronika. Për krerët e komisioneve të përhershme parlamentare, duket se partitë kanë zgjedhur deputetët më me përvojë në parlament. Partia Socialiste do të drejtojë komisionin e çështjeve ligjore, politikës së jashtme, financave publike dhe veprimtarisë prodhuese. Në këto kushte, Komisioni për çështjet ligjore do të drejtohet nga Fatmir Xhafaj dhe nënkryetar do të jetë Oerd Bylukbashi, deputeti përgjegjës nga radhët e Partisë Demokratike për realizimin e reformës zgjedhore. Komisioni për politikën e jashtme do të drejtohet nga Arta Dade, ndërkohë që përkrahas saj është vendosur ish-ministri i jashtëm i Partisë Demokratike Aldo Bumçi. Komisioni për veprimtaritë prodhuese do të drejtohet nga Eduard Shalci i Partisë Socialiste dhe për nënkryetar do të ketë ish-ministrin demokrat Genc Rulin. Komisioni për Ekonominë dhe Financat drejtohet nga Erion Braçe dhe për sekretar është vendosur ish-ministri socialist Anastas Angjeli. Përballë tyre është vendosur ish numri 1 i financave për 8 vite të qeverisjes demokratike Ridvan Bode, ndërkohë që aleati i saj në qeverisje, Lëvizja Socialiste për Integrim, do të përfaqësohet në komisione me deputetin e zgjedhur nga lista e Partisë Socialiste Spartak Braho. Përballë tij është vendosur ish-ministri i Brendshëm Flamur Noka, ndërkohë që Partia Demokratike, forca më e madhe në opozitë, ka zgjedhur për drejtues të komisioneve parlamentare 2 ish-ministra të saj dhe 1 deputete. Kështu, në krye të Komisionit të Integrimit është ish-ministra Majlinda Bregu, e cila do të ketë përkrah Tauland Ballën e Partisë Socialiste, ndërkohë që ish-ministri Genc Pollo është në krye të Komisionit të Edukimit dhe të Medias dhe do të përballet me antaren e kryesisë Mimoza Hafizi. Albana Vokshi nga ana e saj do të marrë përsipër drejtimin e Komisionit të Çështjeve Sociale dhe përballë saj është Klodiana Spahiu e Partisë Socialiste. Partitë e mëdha vazhdojnë të prodhojnë grupe parlamentare duke u huazuar partive të cilat nuk kanë arritur dot të kenë numrin e mjaftueshëm të deputetëve. Praktika e huazimit të deputetëve për krijimin e grupeve parlamentare nga ana e subjekteve politike ka të bëjë me faktin se sjell më shumë përfitime. Praktika e grupeve të modifikuara parlamentare ka vijuar dhe këtë sesion të rikuvendor në dallim nga sesionet e kaluara parlamentare kur të dy forcat e mëdha politike, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste dhuronin deputetët e tyre për të mundësuar krijimin e grupeve parlamentare për partitë aleate, të radhë duket se është vetëm Partia Demokratike që i ka rënë bara që t'u jap një dorë aleatëve. Fal kësaj praktike dhe Republikanët dhe Partia e Çamve do të jenë të përfaqësuar në kuvend me grupet e tyre. 3 deputetë të Partisë Demokratike, përkatësisht Besnik Dusha, Betri Hoxha dhe Gjovalin Kadeli, do të jenë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Republikane, i cili do të kryesohet nga krye republikane Fatmir Mediu, ndërsa Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të huazojë 2 deputetë nga Partia Demokratike, përkatësisht Alban Zenelin dhe Gjovalin Bzhedën, për të formësuar grupin e saj parlamentar, i cili do të drejtohet nga kryetari Shpëtimi Drizi. Praktika e huazimit të deputetëve për krijimin e grupeve parlamentare nga ana e subjekteve politike ka të bëjë me faktin se sjell më shumë përfitime, qoftë financiare, qoftë dhe minutazhi për diskutim në kuvend. Pak muaj më parë pati një nisëm të republikanëve për të krijuar një grup të madh parlamentar duke huazuar si përbërje deputetë të partive të vogla, por fakti që këto subjekte kanë zgjedhur të kenë grupin e tyre kuvendor provon se nisma e republikanëve nuk u mbështet nga subjektet e vogla politike që janë pjesë e parlamentit. Ndalemi në ekonomi, kriza e buxhetit përëndohet gjithmonë më shumë. Këtë gjë e ka paralajmëruar guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani, i cili tha se duhet kujdes pasi borxhi publik do të vazhdojë të rritet. Vijon të mbetet e pandryshuar norma baze interesit në 3.5%. Në një konferencë për shtyp, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani tha se rritja e ekonomisë do të jetë në nivelet ulta, por do të ketë rritje të borxhit publik në fund të 3 mujorit të dytë të vitit. Gjatë muajit gusht, sipas guvernatorit, pati një rënje të inflacionit në nivel 1.2%, ndërsa ecuria e sektorit privat mbetet e dobët. Qëllëmiqëruesi i Bankës së Shqipërisë vendos të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në
3.5%. Sipas të dhënave të Instat, inflacioni vjetor zbriti në vlerën 1.2% në muajin gusht. Rënja shpejtë e inflacionit gjatë 2 muajve të fundit ka ardhur kryesisht si pasojë e rritjes së ulët të çmimeve të ushqimeve, veçanërisht të atyre të stinës. Guvernatori Fullani është përgjigjur edhe interesit të gazetarëve sa i përket diskutimeve që ka pasur me FMN-n, duke u shprehur se alternativat që do t'i japë Banka e Shqipërisë do të jenë të njëjta me ato të institucioneve financiare ndërkombëtare. Alternativat e dhëna nga Banka e Shqipërisë, skenarët përkatës, do të jenë njëkohësisht me njëjtin drejtim me sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për sa i përket hollësive, unë mendoj që ne të premten kemi një kongres për shtyp, ku do të diskutojmë gjithësisht lidhur me rezultatet e misionit, ku natyrisht shikohen rrugë të qarta për një strukturim afatmesëm dhe perspektiva të qarta afatgjatë. Sipas guvernatorit, ecuria e sektorit privat është ende e dobët, ndërsa ka pasur tkurrje të deficitit tregtar, të shkaktuar nga rritja e lartë vjetore e eksporteve. Edhe pse jo prezent në Shqipëri, kryeministri Rama ka vijuar të paraqes foto të gjendjes së institucioneve ku me një album të titulluar "Çfarë lidhje kanë me spitalin këto pamje" është referuar sektorit të shëndetësisë. Transformimi rrënjësor i spitalit Nën Tereza është në themelin e rrugës së rilindjes të sistemit shëndetësor. Me këtë fjali, kreu qeverisë Edi Rama përmes rrjetit të tij social Facebook ka prezantuar një album fotografish nga ambientet e brendshme dhe të jashtme të qendrës spitalore Nën Tereza. Në albumin e titulluar "Çfarë lidhje ka me spitalin këto pamje", Rama publikoi 41 foto ku paraqitet gjendja skandaloze e ambienteve spitalore më të mëdha të vendit. Nga këto foto duken qartë grumbull mbeturinash në korridore dhe në oborrin e spitalit, mure me lagështirë dhe kafshë të ndryshme që ende në oborrin e spitalit. Prej disa ditësh, kryeministri Rama publikoi në rrjetin social foto të gjendjes në selinë e kryeministrisë dhe ministrisë së brendshme, ku paraqitet një godinë me lagështi e papastërti. Me njëherë pas publikimit të këtyre fotove ka ardhur edhe reagimi i deputetes së Partisë Demokratike. Njëherazi ish nënkryetaria e Bashkisë së Tiranës Jorida Tabaku. Në rrjetin e saj Facebook, Tabaku i është kundër përgjigjur Ramës, duke publikuar disa foto aktuale të Tiranës dhe disa foto kur bashkia ishte në drejtimin e kryeministrit Rama. Ish kryeministri Sali Berisha nëpërmjet rrjetit të tij social Facebook ka akuzuar kreun e qeverisë se po prish qëllimisht konsensusin e datës 4 maj duke shtyrë hyrje në fuqi të ligjit për shërbimin civil. Ndër të tjera, Berisha shkruan: "Të dashur miq, Edvini po prish konsensusin e datës 4 maj duke shtyrë hyrje në fuqi sipas parashikimit të ligjit për shërbimin civil, që ishte njëri nga 3 kushte që Shqipëria të merrte statusin e vendit kandidat. Këtë veprim po e bën për të vendosur në giotinë administratën publike të vendit për kualifikimin e të cilës janë shpenzuar qindra milion euro nga shteti dhe partnerët tanë. Rama, njeriu që 8 vjet punoi kundër integrimit, tani prish konsensusin dhe minon statusin që ishte i sigurt. Ky është vetëm fillimi", shkruan Berisha. Bashkia e Tiranës ka gjobitur 50 farmacistë sepse nuk I janë përgjigjur urdhrit e Inspektoratit Tatimor të Bashkisë për të paguar taksën e kryqit që vendosin në ambientet e jashtme. Taksa për tabelën e kryqit të farmacistit të vendosura në çdo farmaci në Tiranë ka ndezur një përplasje mes Bashkisë së Tiranës dhe urdhrit të farmacistëve. Deri tani të paktën 50 farmaci janë gjobitur sepse nuk I janë përgjigjur urdhrit të Inspektoratit Tatimor të Bashkisë për të paguar taksën e kryqit që vendosin në ambientet e jashtme. Kryetari I urdhrit të farmacistëve, Arjan Joplari, I bën apel kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Luzim Basha, të ndalojë aksionin pasi ai është në shkelje të ligjit. Ai ka kërkuar rishikimin e ligjit për shërbimin farmaceutik, sepse është hartuar para 10 viteve dhe nuk përmban më vendimet e reja të qeverisë. Ai nuk është reklam, por është një simbol për të tërhequr, thashë dhe për të dalluar ata që kanë nevojë për shërbimin shëndetësor. Apeli I farmacistëve shkon për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Basha, I cili duhet ndryhej urgjentisht, ndaluar gjatarët e farmacive, sepse me këtë vrull që kanë marrë për fat keq do të drejtohen edhe Varrezave, sepse edhe aty ka kryq dhe do kërkojnë taksa nga të vdekurit.
Së dyti, apeli dytë është për qeverinë e re shqiptare, e cila duhet të rishikojë nga e para ligjin e banave. I mënjershëm ka qenë edhe reagimi i Bashkisë së Tiranës, drejtoresha e tatim taksave pranë kësaj bashkie, Andja Pustina, shpreh se kjo taksë është vendosur në vitin 2008, kohë kjo kur në krye të bashkisë ishte kryeministri aktual Edi Rama. Megjithatë, Pustina deklaron se Bashkia e Tiranës mbetet e hapur për zgjidhjen e këtij problemi. Datë 25 shkurt 2008 ka aplikuar tarifën e reklamës për të gjitha kryqet identifikuese të farmacive. Por është herë e parë që Bashkia e Tiranës bëhet me dije për këtë shqetësim, edhe megjithëse ka 5 vjet që po aplikohet dhe po tarifohen të gjithë farmacitë e qytetit të Tiranës. Bashkia e Tiranës e ka nisur punën e saj duke hequr dhe reduktuar 60 tarifat dhe vazhdon të jetë e hapur në bashkëpunim me bizneset për të zgjeruar punën e tyre, për të lehtësuar biznesin dhe për të shtuar vende të reja pune. Tabela e kryqit të farmacistëve është simbolike për të gjitha vendet e botës ku qytetarët orientohen për vendodhjen e farmacive. 25 persona janë vënë në procedim penal pasi janë përgjegjës për ndërtimet pa leje. Numrin më të lartë të shkelësve e mban në qyteti i Vlorës, kurse nga ana e tij kryebashkiaku Gjika thotë se nuk ka dieni për procedimet penale. Ndërtimet pa leje kanë çuar para gjykatës 25 persona. Policia e shtetit informon se sot ka nisur procedimi penal për 25 persona përgjegjës për ndërtimet pa leje, ku do të ndiqen penalisht 12 inspektor, 9 prej të cilëve janë nga qyteti i Vlorës, 2 të tjerë nga Levani, si dhe një inspektor nga Velipoja në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Numri më të lartë të shkelësve e mban qyteti i Vlorës. E lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe kreu i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika, sa i përket procedimeve penale të ndërmarra ditët e fundit nga prokuroria për të gjithë punonjësit që kanë lejuar ndërtimet pa leje në qytetin Bregdetar. Gjika pohoi se nuk ka asnjë emër konkret në drejtim të inspektorëve bashkiak, të cilët kanë lejuar ndërtimet e palishme. Ashtu sikurse edhe nga deklaratat e policisë nuk shoh dhe nuk kam asnjë emër konkret për cilën të evidentoj dhe të pasqyroj qoftë gabimet nëse ka gabime nga ana e bashkisë dhe inspektoriatit bashkë. Sipas tij, bashkia ka dorëzuar në policinë e Vlorës 185 kallëzime penale për ndërtimet pa leje për 3 mujorin e fundit, dhe nga këto vetëm 1 është zbatuar ndërsa 5 janë pezulluar. Ndërkohë ai shpreh rezerva për bashkëpunimin midis institucionit që ai drejton dhe policisë. Më vjen keq që policia e shtetit po vepron në një mënyrë të tillë më shumë mediatike se sa një veprim i cili t'i shërbej zgjidhjes së këtij problemi dhe këtij fenomeni në qytetin e Vlorës. Në qendër të akuzave të Gjikës ishte edhe gjykata e Vlorës, e cila ka stopuar disa vendime për prishjen e ndërtimeve pa leje në pyllin e sodës. Arestimi i punonjësit të Bashkisë së Durrësit Adlej Likmeta ka tronditur punonjësit e saj, kur arkitekti i kësaj njësie vendore është arrestuar për llogaritë të drejtësisë italiane pasi mbi të rëndonin edhe akuzat për trafik të qenieve njerëzore dhe pjesëmarrje në grupet kriminale. Bashkia e Durrësit është tronditur sot paradite kur një prej zyrtarëve të lartë të këtij institucioni janë vënë prangat nga ana e policisë. 34 vjeçari Adlej Likmeta, me profesion arkitekt pranë Bashkisë së qytetit Bregdetar, është arrestuar nga blut e këtij qyteti, pasi rezultonte person në kërkim ndërkombëtar në akuzën e trafikut të qenieve njerëzore dhe pjesëmarrje në grupet kriminale. Prangosja e tij ka shokuar thuajse të gjithë punëtorët e Bashkisë së Durrësit, pasi prangosja është kryer në mjediset e këtij institucioni, pikërisht në zyrën ku punonte prej 4 vitesh. Ky i fundit rezulton të jetë dënuar me 17 vite burg nga gjykata italiane për akuzat e sipërpërmendura. Në momentin e ndalimit, 35 vjeçari nuk ka bërë rezistencë, ndërkohë ka reaguar edhe shefja e personelit në Bashkinë Durrës, Drita Zeneli, e cila bëri të ditur për mediat se arkitekti Adlej Likmeta ka nisur punën në 3 gusht të vitit 2009 dhe se Likmeta përmbushte të gjitha kushtet për pozicionin e punës dhe nuk rezultonte as i dënuar dhe as person me precedent penal. Sipas saj, Likmeta është punonjës i Bashkisë Durrës dhe që prej datës 3/8/2009 mban detyrën e specialistit të sektorit studim projektim dhe kontrolli teknik pranë departamentit urbanistik. Zeneli ka nënvizuar se Likmeta në momentin që është punësuar pranë Bashkisë Durrës ka rezultuar i pastër, sepse në dosjen e shërbimeve njerëzore është dëshmia e penalitetit. Nga verifikimet që u bën shënimeve në regjistrin gjyqësor, rezultoi se shtetasi Adlej Likmeta rezulton i padënuar, deklaroi Zeneli. Vazhdon lirimi i hapësirave publike nga policia bashkiake e kryeqytetit, këtë herë në qendër të vëmendjes ka qenë njësia bashkiake numër 11, duke premtuar se aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Pamjet që shihni tregojnë qartë se rruga nacionale që lidh Tiranën me Kamzën nuk ka trotuare për këmbësorët pasi janë bllokuar nga tregtarët ambulant. Këmbësorët që shpeshherë janë dhe fëmijë që dalin nga shkollat rrezikojnë jetën duke kaluar në këtë rrugë. Nisur nga kjo problematik, sot u zhvillua një aksion nga Policia Bashkiake ku u boi mundur lirimi i trotuarëve në të cilët tregtonin prej vitesh shitësit ambulant. Të pranishëm në këtë aksion ishin kryetari i njësisë bashkiake numër 11, Hakim Mustafa dhe kreu i Policisë Bashkiake Vullnet Topalli, të cilët mbikëqyrën aksionin. Po përfundojmë të gjithë pastrimin e territorit nga tregtarët ambulant në gjithë 111. Ky cep që shihni ju është përfundimi i plot i gjithë territorit. Po të kalonin Laprak dhe në gjithë territorin, sot nuk ka tregtar ambulant. Kjo kishte vite që ishte zënë nga qoftë si hapësirë publike, por qoftë si trotuar nga tregtar ambulant dhe përfundimisht bashkë me punojësit e policisë bashkiake që unë kam dhe ato pjesë të punojësit e policisë bashkiake që me urdhër dhe me vendim të Këshillit Bashkiak i kanë kaluar si kompetencë edhe mini bashkisë. Lirimi i hapësirave publike është nga aksionet e përditshme të Bashkisë së Tiranës për të kthyer ato në identitet dhe në funksion të qytetarëve. 5 persona kanë mbetur të plagosur gjatë një aksidenti rrugor në dalje të qytetit të Kukësit. Mësohet se automjeti tip Fiat doli nga rruga duke plagosur 5 persona, të cilët janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Kukësit për të marrë ndihmën e parë. Bluzat e bardha bëjnë me dije se gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetën. Nga hetimet e para bëhet me dije se shkaki i aksidentit është pakujdesia e drejtuesit të mjetit, i cili ka humbur kontrollin si pasojë e shpejtësisë jashtë normave të lejuara. Do të vjojmë me zhvillimet nga rajoni, rrite njohjet për shtetin e Kosovës. Së fundmi ka qenë grenada e cila ka njohur pavarësinë e Kosovës, duke u bërë kështu shteti i 102. Njohjet nga ky vend e ka konfirmuar ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj nëpërmjet rrjetit social Twitter. Shpeshherë njohjet e shtetit të Kosovës kanë qenë edhe burim përplasjesh në qeverinë e Kosovës. Kjo për faktin se edhe zëvendës kryeministri Behxhet Pacolli është i angazhuar fuqimisht për rritjen e numrit të njohjeve. Kosova ka arritur mbi 100 njohje nga shtetet të ndryshme të botës. Me këto njohje, qeveria e Kosovës ka të drejtë të kërkojë ndryshimin e rezolutës 1244 dhe që Republika e Kosovës të bëhet anëtare e Kombeve të Bashkuara. Pas presioneve të Komisionit Evropian, antari më i ri i Bashkimit Evropian Kroacia ka pranuar të ndryshojë pa kushte ligjin për ekstradimin. Tashmë me ligjin e ri, Kroacia do të dorëzojë sipas urdhër arresteve ndërkombëtare të gjithë kriminalët e luftës dhe vrasësit politik për krime të kryera para 7 gushtit 2002. Pas presioneve të Komisionit Evropian, Kroacia, antari më i ri i BE-s, pranoi të ndryshojë pa kushte ligjin për ekstradimin. Tashmë me ligjin e ri, Kroacia do të dorëzojë sipas urdhër arresteve ndërkombëtare të gjithë kriminalët e luftës dhe vrasësit politik për krime të kryera para 7 gushtit të 2002-shit. Marrëveshja është njoftuar nga ministri i drejtësisë Orsat Miljenić dhe nga komisioneri europiane Vivian Reding pas një takimi të zhvilluar në Bruksel. Dakle, što se tiče Republike Hrvatske, ona će žurno poduzeti sve potrebne korake. Kroacia do të ndërmarrë të gjithë hapat e duhur për të aktivizuar sa më shpejt dhe pa kushte aktin e bashkëpunimit gjyqësor dhe do të rishikojë tërësisht normat e urdhër arrestit evropian, duke hequr të gjitha kufizimet për krimet e kryera para 7 gushtit 2002. Ndërsa komisioneri Reding ka saktësuar se komisioni do të mbikëqyrë veprimet e Zagrebit dhe se është i gatshëm të ndërpresë procedurën e sanksioneve sapo të verifikohet antari i ri i BE-s që po mban premtimet. Modifikimi i ligjit që ka lejuar mbrojtjen e kriminalëve të luftës dhe atyre politik ka shmangur në veçanti ekstradimin e kërkuar nga Gjermania të Josip Perković, shefi i shërbimeve sekrete kroate, që nga periudha komuniste i akuzuar si urdhërues i vrasjes së disidentit Stjepan Xureković, e kryer në vitin 93 në Bavari. Ambasada e Arabisë Saudite ka festuar 84 vjetorin e krimit. Vetë ambasadori i Arabisë Saudite e vlerëson këtë një moment shumë të rëndësishëm në historinë e vendit të tij, pasi shënon unifikimin e territoreve arabe. 84 vjetori i themelimit të Arabisë Saudite ka mbledhur në një ceremoni festive shumë figura të larta të politikës, qeverisë, opozitës, diplomata akredituar në vendin tonë, konsuinderi, biznesmen, krerë të institucioneve fetare, personalitetet të artit dhe kulturës e të tjerë. Kjo pritje organizohej në mjediset e Hotel Sheraton. Në këtë event ka rënë në sy pjesëmarrja e kryetarit të Kuvendit Ilir Meta,
kryetari të Bashkisë së Tiranës, njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ministri i transporteve Edmond Haxhinasto e të tjerë. Vetë ambasadori i Arabisë Saudite Abdullah Al-Adukarim e vlerëson këtë ditë një moment shumë të rëndësishëm në historinë e vendit të tij, pasi kjo datë shënon unifikimin e territoreve arabe. Kjo festë është shumë e rëndësishme, pasi kujtoj që mbreti Abdul Aziz me iniciativën e tij, me përpjekjet e tij arriti të bashkojë të gjitha trevat e Arabisë Saudite në emrin që ekziston dhe sot, Mbretëria e Arabisë Saudite. Festimet për 84 vjetorin e themelimit të shtetit të Arabisë Saudite zhvillohen në sfondin e rritjes së shkallës së bashkëpunimit mes dy vendeve tona. Bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Arabisë Saudite ka qenë i suksesshëm. Gjatë kësaj kohe Arabia Saudite ka realizuar një sër projektesh të rëndësishme infrastrukturore në Shqipëri. Arabia Saudite përkujton çdo vit më 23 shtator shpalljen e themelimit të shtetit në vitin 1932 në territoret që njihet edhe sot. Kjo datë shënon jo vetëm bashkimin e territoreve arabe në Mbretërinë e Saudëve, por edhe kthesën e fortë që mori vendi në rrugën e zhvillimit në të gjitha fushat. Zonja dhe zotrin, keni ndjekur gjithçka kishim përgatitur për ju në këtë edicion qendror lajmesh. Ndërsa unë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit, channelvizuan.al, ku mund të na ndiqni për të rejat më të fundit. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Këtu nga mi bashkë, natë e mirë. Natë e mirë.